Jemi në pjesën e parë të emisionit, pjesa e preferuar, pjesa ku i mbledh të gjithë, siç është kjo pjesa e kuzhinës. Jam e lumtur që nuk jam vetëm, por jam me Lisa Liçkaj. Përshëndetje, mirë se erdhe, Lis. Faleminderit shumë. Kënaqësi që të kemi në Edjela Vlen. Faleminderit shumë. Kënaqësi është të bëj në emisionin e juaj. Lisi, për ndryshe shikues të dashur, është producent, por e ka pasion kuzhinën. Me dy profesione me indasi, me indasi që shibjen. Po du me thonë shumë të kundërta. Po pasioni për kuzhinën është, si me thonë, dashni, dush me qitë me dashni, apo kuptën, është një punë që është pak e lodhshme, për që ata nuk e ku marrë si profesion, po ku vendosë veç Qa, po vedon që producentat ma letë e kana? Po e kam pak ma letë, se jena tash i më adoptu me atë punën e asoj, tani kur më karo me pregadit për një personë ma ndryshe, me pregadit për shumë persona, një solë është ketë ma ndryshe, është pak ma stresu se ma se na producentat e din e këna punë pak ma të tjeshtë, me artë, po njëtën kohë dhe kuzhina një farë loj orti, se pa e pos, që shme thonë shpirt ortin, nuk mund është... E prej nga u bu pasion, Lis? Pasion i kuzhinës u bus gjithë të erujt nonën, mësë mi qitë kepë sana, se e ku mu rrysë shumë e thonë kepë në gjithë, e tajnë të i najtë mi kry, mësë i qitë kësoj, e mas nejnë atu mësu ka pak. E tasha e përdorë qepën? Po. A ke kuptu që në kuzhinë mretnesh është qepa? Mretnesh është qepa, po tash kërë në akun ma të vegjel, u kun ajo, po e vjen era qep, jo kështu, jo, po tash është ndër sanë, se cilin sanë qepën që pas ke marrë qepën, po pas ke marrë edhe hudër. Edhe hudër, po, hudërën e këna marrë pak për shije, se pe bujna një specialitet, saganaki, është me karkalec, buhet me solës domotev, me domote, qep, pak hudër, oregano, është, po, djothi qitet, që shme thonë në fund, për sipër është në fund, është një specialitet që shme thonë... E letë dhe shpejt, a? E shpejt, po zakonisht merë ko pak ma shumë që se dhënë me bu kështu me tove, me ase, po në kushtet që janë mundet më bu edhe kështu, buhet shia pak a shumë e njejtë, mu i me thonë 90%, po na kemi qef dhe... Nuk shkrijet si tove? Po, kemi qef pak detajet kështu, apë edhe mi këshyrë dhe detajet ma shumë, po ma mërmenje që ka me dollë shumë mirë edhe kjo. Okej, para se me kalu, me Anis, unë i kisha pas qef mi falendëru sponsorët, që janë Ujë Rrugove, është vizioni i kompanisë Rrugove, është në fakt që të sjellë natyrën e gjetur në bjeshkët e Rrugovës, brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj, normal përmes produkteve natyrale, dhe shumë të shëndetshme, prodhuar pikrisht në zemrën e rajonit të Rrugovës në Kosovë, në partneritet me komunitetin Rrugovas. E pifshi për shnet, Lis. Po, e pifshi këtë për shnet. Unë është me marrë një shishe. Falemderit, për marrë një shishe se pak. Pastaj kemi edhe pijet energjike, më të mira në vend dhe rajon, pa dyshim janë Golden Eagle, e sidomos kjo Golden Eagle Blue, që ka një shije fantastike, me plot freski dhe energji. Për mbështetjen e emisionit Edjela Vlen, falenderojmë edhe Kolegjin AB, The British School of Kosova, si dhe Pri Bank. Gjithashtu, kalojmë tek një sponsor tjetër, që është shumë i rëndësishëm gjithashtu. Java e ëmbëlsirave është në Viva Fresh Store, është koha për shije të ëmbla. Në Viva Fresh Store gjeni me zbritje torte të gatshme, croissant, pastaj edhe lloje të ndryshme çokolata dhe shumë ëmbëlsira të tjera, të cilat janë super të shishme. Për ata që duan të krijojnë vetë magjinë e shijes, në Viva Fresh Store gjeni gjithçka që ju nevojitet. Pastaj ka biskota, për tiramisu, arra, krem për gatim, puding me shije të ndryshme, kakao, kokos, kore për torta, miell të cilësisë së lartë, margarinë dhe shumë të tjera. Me të gjitha këto produkte e bëni një super ëmbëlsirë si pas dëshirës tuaj. Për ta bërë pra në fakt çdo detaj perfekt, në Viva Fresh Store ju sjellin edhe miksera, tepsi, forma dekorative dhe aksesor elegant për servim. Gjithashtu zbritjet nuk mungojnë asnjëherë, mundeni me shiku në Facebook edhe në Instagram të Viva Fresh Store, i keni të përditësuara të gjitha detajet. Me rëndësi, ëmbëlsirat ja u dham, e gjithashtu edhe nëse nuk doni me bletë gatshme, i dham mundësit se deri të mikseri edhe tepsia për ta përgatitur vetë një ëmbëlsirë. Okej, Lis fola shumë, a? Jo, tamon, puna, sponsorat dhe me respektu, se ata janë
Arsyeja që po krijohet emisioni edhe na i kanë jep produktet. Është për krahje, është pa dyshim. Këto produkte i kemi marrë aty, që gjithsesi duhet... Kjo mundet mu bu për shembull me karkalecat fresk, po edhe kjo është shumë më mirë se është ma lehtë është i pastruar, janë krejt gatshëm, është ta hek një gjysë të punës apo kupton, edhe shija në ndryshe. Unë po dal mbrapa teje, m'fal, se po du me ti kallëzu do sekrete që çdo kuzhini ka. Okej. Unë mas pare më vynë me unë ngroqë që kjo. Unë e pëlqej që tash, se kësaj plakës tonë i duhet pak ma shumë ko. I duhet ko, po edhe s'po më dhezet heq. Qa puna? E provojna. Së është në rrymë, okej, që e qesim? Më në lesë, për pak me bo. Në rrymë se kena shti. Okej, që kjo na duhet, kjo është plaka e madhe, edhe keni... Mas pare lëna që shme thonë më ngru tiganin, në këm qef me lënë tiganin, mas nena me qitë vojnë, që mos me qitë me njëherë vojnë mu djekë, se tash... Po, edhe vojnë u dhinit nuk banë mu djekë. Edhe në zena, për du me thonë mas pare ato, për deri sot në zeta jo, unë e përshkoj për marë qepën, tash këtu varësisht sa do njëri që është dënë mundët me e... Ashtë e përstaq me thika më falë? Po, që kjo pak ma e modhe, po edhe me këto nuk është problem. Une është e preferumja jam qa jo? Se ma e vogël, ma e përshtatshme për me prej qepën. Edhe pse na ka njerë në kuzhin, që s'jemi ta mu në kuzhinjera, i prejmë gishtat ka pak, po edhe kjo është pjesë e pasionit, ja vlen me prej gishtin për me kriju një shijet mirë. Në djela vlen kanë vend krejt, kanë ata që kanë pasion kuzhinën, kanë vend ata të cilët janë profesionistë të vërtet, kështu që thjesht kuzhina është për të gjithë. është pa tjetër, kuzhina është kënaqësi, art edhe është shije, se për ditë na du të mu shqy, edhe mendoj që se cili e ka shumë pasion me hongër, dikush e ka, është kulturë. Kulturë, seriozisht. Ata që s'bojnë? Po, vetëm a unë zë që ajo, deri sot e mu po më do këtë që zë pak. Unë e përshkoj mas i kena qëto sasin e karkaleca, nuk piqes shumë qep që mos me dominu që shme thonë shia qep, se duhet me dominu shia ma shumë me sustit domoteve dhe karkaleca. Po tash gjatë procedurës e shumë, mund është vojen me fillu me... Mësë qita shumë? Jo, taman është. Taman, se edhe mas që është voj u linit, është shme thonë super. Se përduret zakonisht me vajt u linit, mundet më bu edhe me vajt tjetër, po ma shumë preferohet voj u linit. Po. Pritë se une nuk ti kom pru lukët e drunit që i kena. Po lukët e drunit që të eshin mbrapa. Po. Duhet edhe vish një pjot, për masi ti qes karkalecat, se njëtin ven e qesi më susin e domotev që me morë shijet. A duhet e thell, a e rasht? Po lidhje, vish milion një ku, se mas ne i transferojmë prap në pjotën e mirë. Kurse zakonisht kjo... A dush me hek levorën, a? Unë e heki levorën, se levorja përmbon aciditet, edhe i vynë pak ma shumë për me uzi, edhe për me bu pak ma shpejt, ja hekim levorën dhe duket edhe ma mirë, se zakonisht... A, din ku po e vrej o lisë që i kuzhinjeri mirë, qërë mërës tu kam ndo, heq kjo, qërë? Kjo është, e kena përdu me thonë në shpe, jo, thejke, për mës me u hidhnu, na i bëjke gjyshja, kur ti prej një molla, duhet deri në fund, me që përdu me thonë që... Mës me pas shkputje. Mës me pas shkputje. Edhe, mas ne na më ka metë që shme thonë. Edhe une e kom një farë fiksimi t'ilë, për që ata më rëndës. Se une kom qef që shme thonë edhe mu dok bukur, se nështë ta shion bukur, po e t'njejtë në ku edhe syni është... Syni producentit? Apo kuptën, po edhe pse pak profesion e kitë këndër ta, po apet se apet. Na tham edhe në fillim, Liz, që kjo nuk është thjesht profesion, po është pasion. Edhe është edukat. Po, pa tjetër. Se unë për shambull, është edhe kulturë njëtë në ku, se të na është veç me vetëm gratë, se vojzat me pregadit, kurse të unë është e këndër, ta unë e të në kohën, pregaditi në shpe. Edhe mas nena, kër e pytëshin djallin qërë dhe kush bën, a i të thunë bobi, ma bëjke gruja, thejke,
hurë më buën asi, po thash nuk e hurë, kjo është kulturë, se na i ndojmë që shme thonë punë. Unë e kom punën e kuzhinës, ajo mirët me shti enë në maqinë, apo kuptën. A din qysh, në fakt, qëta është një detaj më ranë men, realisht në emisionin e Gjela Vlen mas shumë ti kanë qenë burrat djemët në përgjithësi që kanë përgadit. Edhe kjo është shumë për tu admiruar, sepse nëse thonë që burrat nuk gatojnë, gatuajnë. Përmesa ju, kur zhjo. Tu dasht menimi ma shpejt se fjala. Kështu që e dëshmojmë që burrat tonë gatuajnë, sepse në e Gjela Vlen ndoshta mundem me thonë 1 ose 2 femna kanë qenë me gatu. Jënë konë meshkujt ata të cilët kanë po tash na, po du me thonë për rravë ma për para, e këna njës mja vjedhe recepta të ashtu edhe ta nësh këna dollë. Po është po du me thonë kulturë se edhe ndër kuzhiniera që shme thonë, jo po, e kena djegë pak. Të folë. Na loj vesh, pak, që të lujnë... A t'ja nale, se s'ki fajti se une e mora. Jo, s'ko lidhe, se që pishes me njëherë këtu. A ta që e kena djegë pak ma shumë? S'ko lidhe ma shumë dzëtësi. Se karkalecat nuk ju vinë që shme thonë shumë ku për me gatu. 5 minuta bolli kanë. Njëjtën ku ju hedhin pak krep. Mësë është... Qëta ta po mundu na mus me si ndo video që pja u hekin këtu krejtë për dernin tripën. I qesim pak. A merë kritika Lis prej bashkëshortës që bën kuzhinën rëmuj edhe pse përgadit? Ma ka jep ajo kulturën që mos me bu rëmuj, se për para i kom bu krejtë edhe i kom lun. Po ta shkojmë, tu e bu një sen, tu e pastru një sen, edhe është shumë sen i mirë që mu për vete e kom po që ashtu duhet. Se njëtën ku lëthë që mas njëna të fshima, shumë tani një farë mënyre. Këtu karkalecat i qite, po tani i heka, po? Po i heki karkalecat, se tani në këtë longën e karkalecat, e fërgujmë qepën edhe domatën, që shtojnë në patlizian se së mbiken men, pas në e qesim një thelputër shtu të pacoptum që vish me jep që shme thonë aromën, se dikush nuk e preferon shumë, po është që shme thonë që ja them pak. Qësh jo mëre shumë e preferojnë, unë për vete më pëlqenë hudra shumë. Unë mendoj që hudra është edhe hudra një farë mbretreshe e kuzhinës, se qepën e qëjtë mbret e kuzhinës, e hudrën mbretresha. Ta shtu që jenë, po du me thonë ma të pastrume, lëshojnë pak ma shumë ujë. Po, se kanë qenë edhe të ngrime, po. Po është edhe ma mirë, se tash ky longu nga vynë për ja jep shien shumë ma shumë susë, për ja them aciditetin e domatës. është një recept shumë i thjeshtë, edhe është shumë i shishëm, se du me thonë shumica i bujnë karkalecat vetëm skor, e kjo është pak ma mos gabufsha është gatim grek. Sëne du me thonë karo me othu shumë, edhe tani gjithë këna i kuriozitetit të hinë kuzhina, vërdin të mësu kultura, e për shkak kohës limitume, se dhe isha me bëjt diçka aziatike, se kuzhinën aziatike këm shtu ma të preferume. Se kësa keshtu të pyjtë, cila është kuzhina që të pëlqen aziatike? Po du me thonë përgjithësi aziatike, se jenë pak ma karakteristike, po është edhe shumë problem i gjithë për bërësit, ta mënë, se po duhen edhe të na është pak ma ndryshe që nuk i namësu me qato shia, po pëpëtën se të vynë një kohë për mua adoptu po, ato i bujnë për shambull përdorin mjaltën. Mjaltën, gjingjerin e kanë shumë, e përdorin specin me sheqere bujnë, a vedin suiten. Qëllin, sweet sos që janë ato. Të në kuën, edhe peshë që ti hajshin me shumë djekës, më ka pëlqy shumë. Samin, gjithashtu e kanë... Sojen, e kanë shumë, po du me thonë, kanë melmesa, kitë ndryshe për neve, është pak deri sa të adoptuash, po kur të adoptuash, ta një më për veti së s'ko mujtë mi rezistu. Edhe mu më pëlqenë ushqimi aziatik. Më përgjithsi ushqimet pikante më pëlqenë shumë, po edhe që lujnë, për shambull me kripën edhe me sheqerin. Po, sa je balanson. Se tash edhe qëti susit, onë zakonisht jesës pak një lukë të vogël sheqer, që vish me balancu, që shme thonë atë aciditetin, mos më kun shumë... Qëta, vish edhe pak pilujna, edhe mas njëna qëto, i transferojna që qëto ma pas ke pru perfekt. Ishtë të loj pak, se qëto i kom pos pak ma heret.
Mund është me fshi me këtë pecetën që e kena këtu. As po dënë me fshijet, s'ka nevojë. Edhe pse s'ka nevojë se kanë këtu longun, që ky longu është që ajo shija kryesore E sosit që e ka me konë. sosit. Ani t'ja nali pak mos të shterem. Jo, s'ka lidhe, se tash e transferojnë asë edhe tigoni, që shme thonë, mbet aroma karkaleca, tani kur t'i qesim këtu, e që tash vynë me malëshu në maksimum, unë e këtu për marë, po për transferoj qëtu. Mos t'u dasht longun me lona aty ajo? Ja, longun e qesim gjatë masit të zbutët kepa, se qëtu na vynë edhe pak vaj u liret me aqit, apo kupton, puna e Qepës. qepës, edhe mas ne i transferojmë qepën. Unë e kom qef me lumë pak qepën që me morë atë shien, mas ne i me qitë domatën. Njëtën ku edhe qepës mujna mja hedhë Pak kryp. pak kryp, se longu e që shme thonë e merë shumë krypën edhe mas nena, po ma mirë është mi bu edhe me ma pak kryp, se kryp mujna mi shtu. Jo, muj mi shtu, edhe nuk është qa që shnetë shumë e dim, po shijën e ka. Ma mirë është ma pak, që kush dënë mundet mi shtu mas nena ekstra. Faleminderit shumë për asistencën. Tash e marë që edhe një hudër, ja bujna. Se po tut na po djegët, për që ata se kepa tani din me njëherë. Që tani edhe zihet, po shumë edhe mu djegë, karamelizohet pak, i buhet një shije pak ma e ëmël. Po. Se pas ka shku menja që edhe kjo pjesa që karamelizohet pak. Se edhe qep mund është mi bu mi qitë pak sheqer, për hamburgera, për sene, buhen shumë, a mu bëdoj që shtë që shpëthute në low heat temperaturë tëllë, për një ku të në kuhen me shku të i përzi. Qa është to? Që? Ta shumë të A ke mërzi mu përzi në kushin? Jo, heq, absolut, bilim pëlqen dikur që të një mënë, se me pos asistencë është shumë a letë. Thuj asistencë Miloan, ka Miloan. Se du bu letë, se vishë machinat. Edhe ajo procedurë është. Po, procedura ma shtirë me heka dhe mi palu. Që? Ta shpeshtojmë domatën. Zakonisht kështu, kur kemi ku ma shumë, susin e pregaditin vetë vish me domate, edhe i qesim sos kështu vish pak. E domatës i vim pak ma shumë ku për me uzi, po, me uzi. Ta qëto du të me lënë diku një, që shme thonë, zakonisht një e lënë një 10 minuta, kështu në temperaturë pak ma tëllë, deri so të zihet. Kombinohet edhe me sosin, për ndryshe. Ani në fund e qesim sosin, edhe në sos i qesim edhe origano. Okej. Do me thonë, nëse ka ku njeri në shpe, mundët krejt komplet me 1 kilogram domate me bo sosin. Me bën sosin. Se lenë mu uzi një orë dhe qaq. Tamam, kështu mund është mja u hek, që shme thonë edhe ato longun e tepër, kulluhet pak domatja, për mu bu ma... Po. A përdojnë me mbyllë këto pak, me kapak ajo? Jo, se kur të mbyllë me kapak, buhet ma ovull edhe që shme thonë longu. Buhet ma e langshme, po. E këso i vynë që mu shtirë, se i kena dhe sosin e domate, i cili e vënë që shme thonë ma të langshëm. Okej. Po është një problem, që ku mbu që e marrë një buk, e tu but ku më harru me marrë bukën, se kjo zakonisht shëqërohet me pak buk, thekët buka, me hudër, mund është zakonisht sourdough, ajo buka që e ka bu këty në herë me thorën, ta më natural, pa aditiva, pa sene, mire që e buk, lyhet ka pak me hudër, shtirë në furë. Me vajullini me hudër, po. Me vajtullinit, edhe tani kjo në tovë. Me pas pak magdanoza, diçka e to. Magdanozin, ju. Stakona, asbë. Se përduri magdanozin, s'dim duket e dominën shijen mas nena shumë. Po, është e vërtet. Në këtë pjota e dominën shijen, në për që ata arsye, unë nuk jem shumë fan si magdanozit. Okej. Se mu më pëlqenë, për që ata thash edhe më buk pak. Neti, me oregano shkon shumë. Me oregano, po. Se zakonisht, këto, kur ma kanë mësu receptën, e meshin një oregano që shme thonë tegër. Ajo e kesh edhe aromën që shme thonë ma theksume. Zakonisht në Shqipni, ka jugu, e mledhin sa të oregano, jenë kështu si të mdoja, edhe është perfekt, ka një aromë fantastike. Do me thonë, me sa kuptove, erza e preferume jote është oregano, a? Jo. Ajo, cila?
plot, këtë erzat, zakonisht erzat miksume, janë do erzat që i morin për teksasit të në për vetin shpe, aty janë qep, hudër, këtë janë të thome, edhe të bume me një ven, aty zakonisht për mishna, se mishin që shme thonë, pa mishun e thonë, s'mëj mi kuptu vegetarionat edhe vegonat që shmu, pa kuptu pa mish. Edhe është një sen tash se deri sot buhet kjo po bujmë muhabet. Thejke dikush të këtë na ja ka njësë për mu bu healthy me hongër avokadën. Tash logikisht para 100 vjetë nuk ka pos avokadët e na. Jo, mërë s'ka pos para 5 vjetë, limon 100 vjetë. Edhe tash neve ma mirë nga bën lok, nga kështu edhe me këshyrë nodën e qysh nga i përpunën lukë se avokadën. Po tash është kjo propaganda që me hongër healthy i ndyra. Në fakt, ato peme dhe perime, kom dëgju, që rritën në vendin, në tokën tane, që ato janë shneshme për trupin tane. Se ato që vinë prej jashtë, të vinë edhe një kohë transporti, sene, përpora ka qenë shumë problem për me arriti, të për shambull gjyshja me avu një avokado se një frut egzotik. Në fakt, trupi jonë sigurisht që me qënë se jemi rritur, jemi populli kryum këtë atmosferë, në këtë pjesë do me thonë të vendit, geografikisht po flasë, besoj që qëto produktet tona janë matë mirat. Matë mirat. Së në këmë buel një transformim, se vitin e kalumë i këmë posë 130 kg. Qaj të thomë, Jëmë kënë shumë, edhe tani janë njësa më morë pak ma shumë e vetën, se pisë sportit kërë e lasht një ku, shtuva shumë pesh, edhe tani ja këmë njësë mikëqyrë kaloritë. Që ka qenë sekreti jotë? Sekreti ka qenë sporti edhe regjimi në ushqim, po jo regjim strikt. Se kur të bëjsh strikt, mas nejna si të këthesh në përdit shmëri, apet i këthen kilogram që i ke e dush me hongër këtë senet, po... Me përgjysmu. Po edhe gjithë sportin. Mendoj si se cili njeri du të mi bu një orë në ditë, ose 40 minuta gjysore, vish me jetës, është shumë mirë. Se du të mu të rjetë ushqime. E vërtet. Edhe në fakt, ushqime nuk bën me hongër non-stop gjithë diqka, du të me lonë organizmin me pushut, pak të në 3 orë, pa hongër kur gjo, pa pi kur gjo. Qashtu është edhe këtu, po du me thonë, është ku në një sekret intermittent fasting, tash është edhe që kjo e agjerimit, pa jo intermittent fasting mund është me pi ujë edhe kafe, që është me thonë të njëjtën ku. E është shumë sanimi që pastrën krejt trupin, krejt organizmin, edhe në fakt qatë hojna, qashtu edhe njëhem. Po që të që nuk ka prej agjerimit, seriosisht? Jo, ajo është shumë sanimir, ajo është pastrim komplet, tash ki lojet në ndryshme. Apëshe e kryusi e ka ditë ma mirë se na, tash që e kemi zbulu, që trupit i duhet një muaj gjatë gjithë vitit me agjeru edhe me u rikuperu komplet organizmin. Organizmin, qashtu, se kjo nuk është vetëm të na, është edhe në kulturën japoneze. Ata e ka një farë autofagia. Se trupi, mas një kohë, janë një se hanë që shumë thonë që liza e mirë, që lizën e keqe, vetë vetin ato. Pastaj, kom dëgju që edhe shumë sëmundje, si sëmundja e kancerit shërohet, ka pretendenca me u shëru, duke agjeruar, për shkak që qelizat e këqia fillojnë me hongër njona tjetrën, edhe shduken më shpejt. Qaj është se edhe unë këmë posë, po du me thënë nona, më ka ndru jetë për i kancerit, shtu, e njëtën ku për Japonisja kam boj që du të me mojtë që të dietën autofagja, se mas 48 orëve trupi hen qatë rigenerimin, E paramendo kur agjerojmë që nga rinia edhe je gjithmonë trupin e ki duke u përtri me vitet tona? Ajo është një sen shumë mëti që shumë thonë që e kanë ditë për para nuk ka qenë teknologjia e këtu, tash qëtu unë e shtoj vish longën. Tash e lëshujna pak ma në maksimum këto. Maksimum, a pak ma 80%? Ja, heq maksimum të lëshujna, se për qesim edhe susin. Si t'ja njësë që me vlu, e qesim edhe susin e domateve. Tash ke si t'ja njësë qështu pak me vlu, unë ja hedhe qështu susin, se dhe kjo i vynë temperatur pak ma e nalë për me orë. Ndimoj pak se ka me t'pik qaja. Po, falenderit shumë. Mendoj që mjaftën për qëto, se qërëm
dikush ta bën, apo ma të regën receptin, më imi albu, unë nuk di me ta të regën sekret, e kom pakasi se tu të pregadit, e shesoj duhet në boz A duesh me mlu anaj sen? Se e Jo, kom një heq vishëm vynë një lukë sheqer që fse ka. lukë sheqer? Po, Që? okej. A me a qitë krejta? Se nashta një lukë është qëto. Okej. Mjaftan. Po. Së është vishë për mja thy, e që tash mujna pak mja ullë temperaturën, që mës të bujna kuzhinën, që falem pak ma herët, mës të... Fshim bash, tani kime najtë këto, dhe në Pa fund. tjetër, është nga qi edhe me fshi. Të marrë dhe pak ujë në rrugovës, të pi për shëndet. A donë me mbyllë në sen? Jo, heq nuk për mbylli se na vim për mu të rashë, se po du me thonë, sa ma i të rashë të bëtë su si jep dishysh për Ma me shumë, bëgë që po. tash mund është me... Edhe tash mos të harrujmë, qëtu, masi është, ja qesim qëta oregano. Unë e kom qef një qitë oregano pak ma shumë, se po du me thonë një thehet, ja jep një farë. Me një herja dha aroman, shumë të mirë. Mene. Faleminderit. Se i ra sikur unë me të, Yes, sikur ti ka më lidhje. marë punën mu, të folë veç së që dhe s'pja afror, se po folë ka Aj gja. po fulli vëlloj, më baja ki shumë kështu jem këgja një falla fazoni, po ma mirë me full se me nejt. mos me full. E vërtet. E vërtet. Se është një qësh me thonë, s'moj me nejt me një vend. Asë një film së në këqyre, deri në fund po shumë me bujt diçka me ase. Po ke dzekër, a? A, qashtu? Qashtu diçka. Tash në shkej qështu pak e që e nalë, për mos me... Me stërpik. Për mos me stërpik, për njëtën ku edhe mos me nollë, me dhellë, me nollë, me dhellë. Jo më redhe, nalë edhe... E, po veç, kështu... Tash e heki Kështu që me një fjallë, Lisi do me nga të regu, që ka harru me ble buk, po me rëndësi është sosi. Me rëndësi, Bukën po. nëse e blen, mundesh me thek në furr, me hudhërke, edhe vaj ulliri. Ose me qëfar do që me thonë, po zakonisht e thekt është kështu pak ma... Ma e mirë. Kur të buhet, se tash thamë që pe modifikujna pak më pyetje që nuk Me ka qënë se furre kemi sa në ko. në limitume, tash karkalecat, Jo qëre veç pak të nërsoj na furë kena, mës na bëllë që s'kena, që ku i kim rata furë? Ani dhe po, unë e vetë do shta me asinim, falj. Nësë mu, në me në alon fajnë, tu i kom harru. Kom harru që me thonë, E vërteta, mi mora dhe tovat, e edhe me vërteta, bo. gjithmonë është ma e mirë. Po, ja, falni, ju kërkaj ndjes. Edhe tash e qesim. Elen, dikun, 10 minuta? Edhe jo, ma pak, 2-3 minuta, se zakonisht që kjo është që kum ka bu nëse kum shufurën, se pi qëtuhet, transferohet në tavë, edhe e qitët pak djothi për mi, edhe është e gatshme me sërvu. Okej, apo dënë me lëshu në furën edhe më është me qitë në tavë? Jo, heq speciesim se që tash e trashëm sosin, me qitë edhe në furën është ta ja jep tani shijen të thohet ma shumë. Se që e ka kriju, erën vish po mund është me anin, kamerat si anin, po na janin... Pe shiojna kështu aromen. Kjo veç të thuj është gati, mundu me servu. Unë zakonisht në servim i qes qështu. Mës t'i qes edhe shumë lang. Dhe marrë qëto, se me më qef pak më du. Dhe hekim qëto pishtujen, më po pak karkalecat. Edhe pse qështu e kena pik, ta shkoj e morim një cupë që shme thonë djath. Një ide shumë e mirë kush dënë me përgadit shpejt e letë për iftar, para iftarit. Po, është qështu i qëtë djath, unë e kom qef pak ma shumë. Djath, qëfare do që e kemi në shpea? Po, zakonisht du të më konë kështu maj furt, jo aj feta që është një maj but, sa i ka vajt polë më kështu edhe shkrihet shumë, kurse kjo është që shme thonë Rrinë ma po, edhe mundet mu, kur ti në furë mundet që shme thonë mu resh ka shtu, mu djeg. Po, si ka qka valë pak sipën. Edhe tash, unë e dekoroj vish me pak oregano që shtu. Edhe... Ju boft mirë. Po kry, ju boft mirë. Sa e bukur po do këta, që një gjerim, këtu me këtë sos që shoqërohet me bukë të thekun, edhe është një paragjell,
shumë e mirë. Më duket si para gjellë tamam. Po zakonisht edhe me bukë me hungër shtë mund është edhe si drejt kryesore për me bukë. Okej. Les, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, është e knatësi, edhe shpresoj që ju ka pëlqyer recepti. Po që jo, direkt sot ko me botë e shtëpia. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve shumë. Knatësi me pas djemë si puna jote kështu. Faleminderit. Që komplet ka një profesion tjetër, po ka edhe pasion kuzhinën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, ishte Aliçka, se e lidha me njerë me mbi emën, dhe ju falenderoj shumë që na përcjellet në këtë pjesë të kuzhinës. Shpresoj që Lisi ju ka dhonë sa do pak një ide të lehtë dhe të shpejtë dhe të shishme njëkohësisht me provu ju në shtëpitë tuaja. Komplet, do më thëmë, paramendojeni një salon është normal që është më i vogël se sa një studio televizive, e komplet studio televizive është me aromë të këtij sosi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikues dashur, do të vazhdojmë me Erzën, e cila do të na sjellë historinë e një çifti nga Ferizaj, të cilët kanë marrë famë përmes TikTokut. Më pas e dëgjojmë një këngë nga Jehona dhe Bendi ATV-s dhe kthehemi me të ftuarit e mi nga Shkupi për sot. Hey guys! Përshëndetje!